Firstly, we have to take Fillimisht merret historia mjekësore, historia menstruale, sëmundjet e mëparshme, operacionet dhe më pas kryen ekzaminime ginekologjike, analiza hormonale dhe analizat e gjakut. And then gynecologic examination for women and some specific hormone analysis, blood analysis. And the important part is male partner. Një pjesë shumë e rëndësishme është partneri mashkull, sepse faktori mashkullor përbën gjysmën e problemit. Për këtë arsye kryhet spermograma. Nëse rezultati del jo normal, analiza përsëritet përsëri pas disa javësh, sepse nuk mund të merret vendim përfundimtar me vetëm një analizë. With one spermiogram. And of course we have to evaluate tubes and uterine shape also. Gjithashtu, vlerësohen tubat e fallopit dhe forma e mitrës me ekzaminime si HCG, sepse fekondimi ndodh në tubat fallopian. Një grua mund të ketë një cikël të rregullt dhe ovulim normal, por nëse tubat janë të dëmtuar, shtazania nuk ndodh. Prandaj këto ekzaminime janë shumë të rëndësishme.